Përshëndetje, mirë se vini. Ky është çasti i duhur. Jemi drejt për së drejti nga ekrani i Radio Televizionit Publik Shqiptar në RTS 1HD me emisionin ton i cili si çdo drek sjell tek ju të ftuar personazhe, tema me të cilat mundohemi të kalojmë minuta të tëra dhe përpiqemi të sjellim histori personale, ngjarje interesante, aktivitete që ndodhin në të gjithë Shqipërinë dhe jo vetëm. Por, si gjithmonë, mua më shoqëron Sergio Hajdini. Përshëndetje Sergio, mirë se vjen edhe sot. Përshëndetje. Mirë, si kalon? Shumë mirë. Çu bë me këtë piano sot? Erdhi në parametrat e duhur? Po erdhi duam pak se kishim pak kështu nga koha, nuk e di. Nga koha, edhe piano e zë melankolia dhe piano nga koha. Ishte sot, me sa duket. Po. Njëherë, çfarë pjesën e ke bërë gati? E di që e ftuara jonë e parë është një poete, është një gruaja jashtëzakonshme, fortë, që ka thyer tabu, që ka sjell me të vërtet një zë ndryshe. Çfarë muzike, çfarë pjese do t'i dedikoje? Sot do të luaj një refren të një këngë shumë të famshme, edhe pse jemi me ngjyra, me poezi sot, me shumë ngjyra në emision, do të luaj një refren të këngës që quhet Bosh. Bosh. Do me thënë, edhe pse kemi ngjyra, edhe pse kemi fortë, gjitha ky zgjen një këngë që quhet Bosh. Ore ti do ta heqësh të melankolin nga vetja. Do ta balancojmë pak. Do ta balancojmë pak. Do të luajmë vetëm refrenin e pastaj vazhdojmë. Le ta nisim se ja japim flakën unë edhe e ftuara ime pastaj. Ti vazhdo me boshet e tua. Faleminderit. Sot kemi kënaqësinë të kemi të ftuar në studion ton një grua e cila në fakt me krijimtarinë e saj na ka dhënë në letërsi. Ajo është botuese, autore, është studiuese, është një njeri e cila të themi poezinë, sidomos atë të gjinisë femërore e ka çuar në një tjetër nivel në Shqipëri. Kam kënaqësinë të mirëpres në studion time Rita Petro. Shumë kënaqësi, Fiodora, shumë kënaqësi. Edhe unë kam ardhur me libra për të t'i dhuruar. Unë në fakt të them të drejtën, me poezinë kam një marrëdhënie të çuditshme. Nuk jam tipikisht një nga ato lexueset e poezisë. Megjithatë, sa herë që shoh diçka që më pëlqen shumë, më ngelet mendja. Sepse kapet me njëherë, poezia është e shkurtër dhe kapet me njëherë. Po lexuesit duan prozë, patjetër. Prandaj unë kam se një poezi, një prozë. Fantastike. Shiko, ne kemi bërë gati një insert, ne do t'ulemi të dyja te këndi im personal, quaj, unë dhe ti, është një kënd ku ne jemi përballë njëra tjetrës, unë uroj të jem pasqyra jote, e di që ti nuk ke, po themi, gjithmonë ke provokuar me mënyrën se si ke folur. Kështu që të ftoj të zënë vend aty, ndërkohë që ne shohim në sfond se çfarë kanë përgatitur kolegët e mi për ty. Me shumë kënaqësi. Rita Petro është një zë i veçantë dhe i spikatur në letërsinë bashkëkohore shqiptare. Poete, botuese dhe aktiviste kulturore, ajo ka ndërtuar një profil të gjithanshëm në jetën letrare shqiptare. Si pjesë e rretit ndërkombëtar të shkrimtarëve, Rita Petro është përfaqësuar me poezitë dhe tregimet e saj në disa gjuhë të huaja, nga anglishtja, frëngjishtja e italishtja e deri tek polonishtja. Stili i saj është i drejtë për drejtë, emocional dhe shpesh provokues, duke eksploruar tema si dashuria, feminiteti, liria dhe realiteti shqiptar. Ka fituar disa çmime letrare brenda dhe jashtë vendit. Letërsia e saj është një thirrje për të dëgjuar zërin e gruas shqiptare, për të reflektuar dhe për të guxuar më shumë në të thënën dhe të pashprehurën. Jemi rikthyer në studio, më duhet që të sistemoj bukur edhe një herë fjongon time bëj roz, mos harroni për gjithë ju që na ndiqni që muaji tetor është muaji ku duhet të kujdesemi për veten, të shohim sa mirë do ta vë, do përpiqem. Okej, nuk e di sa bukur e vura, megjithatë mesazhin aty e ka. Apo jo Rita?
Shumë i rëndësishëm ky mesazh. Vjen në sy. Për gjithë zonjat dhe gratë që na ndjekin dhe që ende nuk e kanë bërë check-upin e tyre, ka ende kohë, e dim që nuk mjafton vetëm një muaj, rëndësishme është që ju ta vini në mendjen tuaj. Rita, nisa me një gjë shumë femrore, sepse është një muaj mesazhesh të mëdha dhe ku ka më bukur se sa gra të forta, femra të forta, njerëz që ja kanë dalë vetë më së shumti në jetë, edhe pse jeta ka tallaze, i themi ne Sfidat e vetë. në Tiranën tonë ka shumë, ja ka dalë. Ti tani me veten tënde në këto momente, mendon se ja ke dalë? A ke arritur në atë momentin e qetësisë personale kur thua jam shqetësuar kot për kësaj gjëra. Ndoshta nuk është dashur ta vrisja mendjen kaq shumë. A kam rritur kjo pika që italianët thonë saggeca apo po themi e pjekurisë emocionale tek ti, ku asgjë më nuk të bën një emergjencë dhe jeta ka marrë kuptimin që duhet kishte? Pavarësisht se jam në moshën 63 vjeç, mendoj se ende te unë s'ka ardhur ajo pikë, nuk ka ardhur akoma ajo pikë. Kur shoh jetën time dhe gjitha ato tallazet që e nise, më vjen mirë që i kam kaluar dhe prap do t'i kaloja. Nuk do t'i quaja shqetësimet kota ato që kemi kaluar, se mendoj që kur është fëmia i vogël, që ne të rriturit themi, u bën dhe këto se të rinë, ku kanë halle këta. Ne gjithmonë kemi pasur vendimi kanë halle vetëm të rriturit. Dhe mendoj që ato të bëjnë shumë mirë. Ato të rrisin pikërisht për të arritur një ditë që të ndihesh mirë me veten time. Pra unë mund mos kem atë qetësinë që mund ta kenë shumë njerëz të tjerë, atë komoditetin e qetësisë që e bisedoj dhe me mikeshat e mia dhe me miq, prit një herë tani boll jemi lodhur. Unë mendoj, unë mendoj se duhet të sa ndihem mirë fizikisht, shpirtërisht, mendoj se ende mund të shqetësohem akoma dhe mos rri në një vend. Dhe shumë mirë. Sepse ndeja në një vend, sidomos unë kur po u shtriva në divan, mendoj se jam smur, se fillon më re zemra. Kështu që them më mirë të jem në lëvizje nuk ndjej asgjë dhe nuk më dhëm asgjë. Është gjë shumë e mirë në fakt. Kur thua në lëvizje, thua në lëvizje artistike apo në lëvizje çfarëdo që të jetë? Lëvizje fizike dhe trurit. Dhe shumë që ma bëre këtë pyetje se lëvizja e trurit është shumë e rëndësishme. Unë gjithmonë them, edhe sikur mos lëvizim fizikisht, kur ti e ke trurin në lëvizje, çdo gjë e jotja, çdo muskulatur, çdo qelizë e trupit, çdo indi i trupit, do të jetë se s'bën në lëvizje. Është me të vërtet një nevojë, sidomos kur njeriu e ndjen se ka shumë për dhënë. Dhe ti merrte me 2 libra dhe pyetja e parë që ne kemi nisur këtë intervistë të sotme për ty nis pikërisht me Lindur së prapti. Madje unë e mora librin në dorë dhe nuk po e kuptoja, e mora dhe e ktheva. Ai e ka titullin kështu, pra Lindur së prapti është kështu. Ti duhet ta kthesh librin për ta lexuar. Në fakt është një titull që provokon. Si gjithë titullt e mi. Një për titull provokues, por është një libër që u bë në fakt 3 vjet, edhe është libër që ka pasur suksesin e vet, dhe unë them gjithmonë kur librin tënd ta pëlqen çdo lloj moshe, dhe të moshuarit, shumë të moshuarit, po dhe të rinj, do të thotë që ja ka arritur qëllimin. Pra nuk je një shkrimtar që shkruan vetëm për femra, apo një shkrimtar që shkruan vetëm për një moshë të caktuar. Dhe kjo është një gjë shumë e mirë, do të thotë që ke kapur ato pikat universale ke njeriu. Libri ka 3 vjet dhe mua më merr malli për ditën e botimit, sepse sot është një ditë e veçantë për mua, sapo kam çuar në shtyp edhe librin tim të ri, që do jetë panair, poema mungesës. Kështu që është një kënaqësi e veçantë që më pyet edhe për librin, sepse vërtet nuk e kupton dot njeriu se si ikën ajo koha, sa shpejt ikën koha nga libri në libër dhe ty të duhet mendosh gjithmonë pasaj. Qa do shkruaj, sepse të pyesin vetë lexuesi qa do shkruaj. Çfarë vjen më pas? Po, qa vjen më pas. Në fakt, poema e mungesës. Poema e mungesës. Është një libër me poezi? Është poem? Është një poem e cila ka brenda një lloj edhe rrëfim edhe lirizëm. Pra, ka brenda poezi që mund të kenë edhe atë rimën, edhe atë frymën lirike, romantike, po ka edhe pjesën tjetër që rrëfehet një jetë e tërë e një njeriu, dhe që ja munduar të kap një temë që sot është vërtet universale, që nuk na takon vetëm ne shqiptarëve, por i takon të gjithëve. Ajo tema e vetmisë, megjithëse teknologjia dhe gjithçka tjetër është duke ecur me hapa shumë shpejt,
Unë mendoj që njerëzit ndihen shpesh të vetmuar. Je dy veta, jemi të ullur, të dy, madje edhe një çift, edhe secili merret me botën përtej ekranit. Dhe kjo e bën njeriu, sidomos ato të ndjeshmin, e bën që të ndihet i vetmuar. Pra kam shkruar për gjithë këto tema dhe je e para që po t'i them, sepse është e para që po flas për Jam era e shumë parë lumtur që po për këtë gjë, flas. sepse s'ka gjë më të bukur që të flasësh për një bebe që ende nuk e ka parë dritën, sot ka shkuar në botim ajo. Ajo është tek momenti. Nësa lindur së prapti tani është rritur, ka ecur në atë Ka ecur me rrugën këmbët e veta dhe e kemi nxjerrë në jetë. Ai rebelizmi që unë e kam në fakt në çdo libër, se në çdo libër e kam rebelizmin tim. Atë pjesën që e the dhe ti, Fjodora, pjesën femërore, nuk më tromba ajo që dikush mund të thotë që arti nuk ka gjeni, arti vërtet s'ka gjeni, një arti mirë është arti mirë, nuk ka rëndësi kush e ka shkruar, por shkrimtari do e ka gjenin e vetë dhe të shkruaj për ato gjëra të cilat i ndjen brenda trupit vetë, dhe trupi im është trupi një femre, nuk është trupi një mashkulli, dhe unë normal do shkruaj për gjithçka që unë ndjej brenda vetes. Dhe kjo është një forcë, të them të drejtën Rita, sepse jo të gjitha shkrimtarët shqiptare arrin të shkruajnë për veten dhe të flasin për veten. Në përgjithësi, po themi fictioni është më i lëvruar, historitë të tjera janë më të lëvruara. Është e vështirë ta nisësh nga vetja. Veta e tretë, do me thonë të shkruar gjithmonë për vetën e tretë dhe të kesh autocensurën për veten tënde. Sigurisht, romanet shkruajnë vetën e parë, vetën e dytë, vetën e tretë, nuk ka rëndësi. Po vetën e tretë simbolikisht. Pra, është më kollaj të shkruash rrëfimin e tjetrit, se sa atë rrëfim që ti e ke shumë thellë brenda vetes dhe është një rrëfim që një lexues kur e lexon thotë, po prit se edhe unë e kam ndier këtë gjë, por nuk e kam thënë. Ose dhe unë dua ta them, po më vjen zor ta them. Prandaj dhe ai libër atje nuk është aq për kohën e komunizmit, po është për ato ndjesi që në vogëli i kemi mbajtur shumë të thella. Dhe ne kur takohemi qoftë dhe me mikeshat e gjimnazit, besoj edhe ti dhe kushdo nga ne më parë bëjmë thashe theme, jo doja thoya këtë gjë, i qëndrojmë gjërave sipërfaqe. Më tepër merremi me thashe theme, çfarë i ka ndodhur sa mikeshës, ti mikut, ti shokut që kemi pasur, por ama po ti provokosh për ato ndjesi shumë që mund të jenë dhe të errta, mund t'i quajmë, mendoj që askush nuk flet. Prandaj u bë ky libër. Në fakt janë dy qasje krejt të ndryshme. Libri i fundit, pra, që ti po më thua poema, që sot ka vajtur në botim, dhe ky i përkasin dy kohëve të ndryshme. Një që flet pikërisht për, po themi, rëndësinë apo masën që ka prekur teknologjia në jetët tona, dhe libri Lindur së prapthi, një periudhë të errët, një kohë të shkuar ku izolimi ishte shumë i madh. Dhe jo vetëm izolimi i shoqërisë, por edhe izolimi personal. Me thënë ti kishe frikë ti flisje pasqyrës, e jo më ti flisje njerëzve sepse nuk i dije kurse nga të vinte. Dy gjëra shumë të ndryshme nga njëra tjetra. Mendojnë që kjo mund t'i çorodis pak lexuesit e tu që ndoshta mund të jenë në pritje të një gjëje që mund të jetë në prozë, një vazhdimësi asaj që ti ke nisur apo librit që kishe para pak kohësh? Më pëlqejnë pyetjet e tua, se të fusin të mendosh të edhe mos përgjigjesh me njëherë, por do thoja që e kanë një gjë të përbashkët. Izolimi. Izolimi në një kohë moderne dhe izolimi në një kohë diktature. Por çfarë ndodh? Është ai rebelizmi, sepse ne që jemi dhe qenie biologjike, nuk jemi vetëm qenie sociale, dhe nuk jemi vetëm qenie që politika do të na vërë nën kufizimet e veta, siç është edhe koha e sotme. Dhe pikërisht ky lloj rebelizmi është edhe në librin Lindur së prapthi, është edhe ky rebelizëm, është edhe në poemën e mungesës. Pra, në të dyja këto izolime është një njeri që vuan dhe një njeri dhe idealist që do t'i shkojë deri në fund asaj, që shpirtërorja dhe dashuria janë gjëra kaq të fuqishme që nuk mund t'i mundin dot këto lloj kufizimesh që kemi, të shkuarës dhe të sotme. Çfarë të bën ty? Çfarë të ka bërë ty? Le ta nisim pak që herët, që të kesh këtë ndjesi kaq të fortë rebelizmi në mënyrën se si shkruan. Çfarë momente të errta? Së prapthi nuk e di. Janë ato që të bëjnë kaq të drejtë për drejtë dhe kaq rebele dhe vazhdon ende të kesh nevojën që të rebelohesh për një gjë që nuk të rri.
është thjesht një mision i joti apo është një përjetim që lidhet me një moment jetës tënde, me pengesë që dikush më të ta ketë vendosur për të thënë jo, Rita, ti nuk do ta bësh këtë gjë, dhe ti vendose që kjo gjë do bëhet. Mendoj që e kam edhe të brendshme, është dhe biologjike, po që e kam ushqyer. Dhe unë gjithmonë them që për fat, sepse dhe familja është fat, më ka lënë që të jem e lirë, dhe vërtet është fat, sepse mund të kishe një familje që dhe të kundërshtonte, por brenda kuadratit të saj, ose brenda kuadratit të asaj kohe. Rebelizmi im ka qenë gjithmonë i dukshëm, edhe në atë kohë, por jo rebelizëm i hapur, se sa më tepër i brendshëm, ose në një mikromjedis të caktuar. Dhe mendoj që kjo lloj nuk vjen gjithmonë nga ajo se sa frikë ke ti, sepse të gjithë kemi frikë se çfarë do na ndodhi kur ne rebelohemi. Gjithë kemi frikë, çfarë do na ndodhi. Po unë kam ka përcyer, dhe unë e them gjithmonë, kam ka përcyer ato frikën që lind nga njerëzit rreth e qarkteje. Kur ti ka përcen, kur je i vogël ka përcen frikën nga prindërit, kur je rritesh pak, frikën nga mësuesit, rritesh edhe më shumë frikën nga shefat, nga shefja, nga shefi. Fillon pra ke mendimin tënd. Dhe unë gjithmonë them, kur ke një mendim dhe ke një rebelizëm brenda argumentit, se rebelizmat e mia nuk është se unë kam dalë ndonjëherë në luftë dhe as nuk shquhem për këtë gjë, që dalë në radhët e para të protestave ose të gjërave. Por shquhem rebelizëm mendimi dhe rebelizëm mënyrën se si e jetoj jetën. Dhe kjo më ka bërë që jo se nuk kam humbur, po gjëra të mëdha për fat nuk i kam humbur. Se me këtë lloj rebelizmi dhe mund të humbësh. Patjetër, sfidat janë të mëdha. Sfidat janë mëdha dhe mendoj që njerëzit më kollaj e kanë t'ja ulin kokën kur shohin që je viktim, sesa ta ulin kokën kur shohin që ti je luftëtare. Kjo të qenit luftëtare ka dhe rrezikun e vet pasaj, sepse s'të del në mbrojtje as kërkush. Pra, ne, sidomos në grave, që na quajnë të forta, po, kur ne që na quajnë të forta, dhe nuk na quajnë viktim, nuk të del, e kam shkruar edhe në libër, e kam shkruar edhe në poezi, nuk të del asin shoqat në mbrojtje, po ti je viktim të dalin të gjithë, se ton, ti ja del vet. Por, unë mendoj që dhimbjet pasaj që krijohen ke ne, ato lloj gropash që krijohen, vërtet nuk atëre e tregon që jeta nuk qenë ka kaq e lehtë, dhe kur ti ka arritur atë komoditetin që themi, por është komoditet që dëgjoj se ja dola. Është komoditet që ja dola. Dhe kjo është gjë e bukur, dhe që unë sot mund ta them, kur pyesin ndonjëherë konceptin e lumturisë me të drejtën, po ti thush dikujt, po unë e quaj veten që jam një njeri i lumtur, dikush thot, ja fut e kot. Edhe kam qenë në panele, ja fut e kot. Jo, sepse lumturia nuk është vetëm e një momenti, të more një çmim, linde fëmijën, apo bëre diçka tjetër të madhe dhe je i lumtur. Lumturia është dhe diçka që zgjatet. Dhe kur unë them jam e lumtur, kjo ka lidhje me zgjatjen e lumturisë. Pra, ti i ke ndërtu mënyrat e jetesës në një mënyrë të tillë që sot ke krijuar atë qetësinë tënde dhe komoditetin tënd. Se vjen zor dhe nuk ke pendesa për ato gjëra të cilat ti ke bërë. Kam dy pyetje. E para që lidhet me familjen që ti më përmende, sepse më thej që në fëmijërinë tënde ti je rritur me njerëz që të kanë dashur, të kanë kuptuar. Sa e rëndësishme ka qenë ky gur themeli për formimin tënd si një vajzë intelektuale, pra si një shkrimtare, dhe pas e pyetjen e dytë ta bëj pasi të përgjigjesh për këtë parën, sepse po të ndjek me shumë vëmendje dhe dua të ndjek pak me gjërat që po më thua. Sa e rëndësishme ka qenë? Çfarë kujton nga familja jote dhe mbështetjen që të ka dhënë? Mendoj që jam rritur nga dy prindër që vërtet ka qenë mbështetje. Pse? Unë isha një vajzë që kisha qef dhe letërsinë, ata ishin ekonomistë. Edhe motra vazhdoi rrugën e tyre ekonomiste. Por, pse ka qenë mbështetje? Sepse ata nuk më kanë penguar kur. Mbase nuk më kanë dhënë ndihma konkrete, për shembull, po të ishin te pjesa artistëve dhe mund të më ndihmonin për të çfarë më kollaj në jetë. Por mendoj që mbështetja kryesore është se prindërit e mi, unë kam parë një çift i cili ishte martuar me dashuri. Dhe në atë kohë çifte që martoheshin me dashuri, me të drejtën, kanë qenë shumë pak. Shumë pak, sepse pra, dashuria ishte kryesorja. Partneriteti dhe ajo të qenit miq me njëri tjetrin, unë mendoj se është një gjë shumë e rëndësishme, të rritesh në një familje ku prindërit janë miq. Edhe në atë kohë kjo ishte akoma më e rrallë. Dhe kjo bëri që ne të rriteshim të lira.
unë edhe motra. Pavarësisht se jeta e motrës i gjanë shumë jetës së prindërve të mi, unë prapu rebelova, kundër asaj që, dakord, familja juaj është tradicionale, unë do bëj diçka tjetër. Dhe ata prape kanë pranuar, i kanë pranuar gjithë rebeliznat e mia, prandaj thash që është Pyetja ime e dytë është në lidhje me gjithë këto sfidat e mëdha që ti më përmendes për të qenë një grua e fortë, pra një grua që e tregon veten sa herë që gjendesh para sfidave. A është kjo një motivim në letërsinë tënde? Pra, duhet patjetër që të përballesh dhe të kesh goditje të forta në mënyrë që dhe krijimtaria jote të vijë fort, po një lloj, apo një njerëz që mund të jetë thjesht i lumtur mund edhe të krijojë letërsi? Njeriu mund të jetë edhe i trishtuar, mund të jetë i brengosur, mund të jetë në kulmin e varfërisë dhe mund të bëjë kryevepra, pra nuk lidhet shumë me gjendjen. Ai që e ka, domethënë e ka të brendshme letërsinë dhe që vërtet ka dhe talentin për të bërë letërsi, nuk ka shumë rëndësi se si e ka gjendjen shpirtërore të vetën. Për mua më e rëndësishme është që kjo liria që kam unë, jo autocensura, se ne gjithmonë flasim për censurë në para viteve 90, po ti ke sot edhe shkrimtarë cilët kanë autocensurën e tyre. Por unë mendoj që te mua jeta dhe liria në art ka një ngjashmëri shumë të madhe dhe unë prandaj kam dashur të krijoj një personazh, jo më viktim, sepse unë mbushëm me personazhe femra prostituta që në romanet bas viteve 90 i kishe të gjitha të pranishme, viktima që mund të vdhunoheshin dhe të vriteshin. Dhe mendova të krijoj një personazh që të na përfaqësonte ne të gjithave, mua, ty dhe çdo tjetër, ato gratë e moshës time, të cilat i provuan të dy periudhat dhe që janë sot, mund të jenë sot edhe në drejtim, mund të jenë sot në biznes dhe në gjithçka tjetër. Pra kishin nevojë për një personazh të tillë dhe kjo më ndihmoi shumë. Më ka ndihmuar shumë jeta ime që ta sjell një personazh të tillë. Shiko Rita, më kam dëgjuar që vajza po ndjek hapat e tua. A është mirë për njëri që është marrë shumë me letërsi, qofte edhe si botuese, qofte edhe si autore, të shohi fëmijën e vet që fillon të ndërmerr hapa në të njëjtën fushë? Sofiana në fakt donte vetë, zgjodhi vetë gjuletërsinë, sepse nuk është se ja propozova unë, por masterin e bëri në Gjermani dhe atje zgjodhi një rrugë tjetër, edhe për menaxhim, për media, për marketing, dhe tani ka zgjedhur dhe akoma një rrugë që ka lidhje pastaj me pjesën e marrëdhënies intime, është bërë trajnere për këtë gjë, dhe që trajnon çiftet për marrëdhënie qoftë shpirtërore, dhe intime duke i kombinuar, pra më tepër më kanë ngjarë me këtë anën tjetër, se sa për të shkruar libra. Kështu që nuk jemi fare në konkurrencë me Jo se kisha te konkurrenca, e kisha me jo, merret me shpirtbotuese për kthehen. Të japi një review apo të japi një kritik për fëmijën e vet, gjithmonë ngec pak sepse nuk mund të jesh kurrë aq racional sa do doje të isha apo aq objektiv. Unë madje i kam rënë shumë në qafë. Dhe ajo një nga arsyet që dhe ka hikur mund të ketë qenë sepse gjithmonë i kam kërkuar atë që bëja unë në moshën time, ja kërkoja asaj 18, 19, 20 vjet. Sot e quaj veten, e kritikoj veten për këtë që kam bërë. Nuk mundet në atë moshë të kërkosh atë gjë, atë rregullsi që ke ti, atë vullnet që ke ti. Dhe që një nga arsyet që edhe që ajo është arguar me kënaqësi. Ke qenë një nënë jashtë ka qenë edhe kjo në punë. Ta je për shtypjen time këtë lirik kaq të madhe personale që vetëm në punë. Jo për gjëra tjera, për gjëra tjera jemi shumë i keshë. Për lirinë e mendjes. Unë e kap veten, djalin e kam shumë vogël, le të kuptojnë, po filloj dhe e kap. Jo po nota, jo po sistematike, jo po duhet i bësh gjërat kështu dhe më duket vetja ndonjëherë më kujtohet mami im. Edhe i them vetes, o zot. S'duhet. Duhet po dhe s'duhet, se ndoshta mirë na ka bërë, se jemi këto që jemi sot në fund fare ditës. Këta jemi produkti atij momentit të parë që ti sapo e përmend, s'ka si të jetë ndryshe. Por me gjitha atë duket sikur bota është pak më e lirë, sikur ne e humbëm dhe pak fëmirin tonë me gjithë të kontrole dhe me gjithë të mënyra se si duhet ishim perfekt me notat, me jetën, me shoqërinë. Tani njerëzit, si që të dhe ti, që ti më shpesh vetëm, kjo fleta ata nuk të dëgjojnë. Dhe sigurisht kjo është për të ardhur keq, sepse ka momente ku ti je duke folur me dikë dhe gjë e parë që ai bën është kapja e telefonit, se sigurisht të kërkon ndjes, sigurisht ti e mirë kupton, por
duket që një pjesë intimiteti me njerëzit që flasim na ka hikur. A të dhëm kjo ty si artiste, për te faktit si Po edhe më dhëm dhe s'më dhëm, sepse në thelb edhe unë bëj të njëjtën gjë. Pra, edhe unë ka shumë raste ku nuk jam me tjerët, ka shumë raste që s'jam me vajzën time, ose jam me përqëndruar në një gjë dhe nuk i ktheja asaj përgjigje. Kështu që jemi të gjithë pjesë e kësaj gjëje. Që ti ke folur shumë hapur për shumë gjërat të tuat dhe një nga gjërat për cilat ke folur shumë hapur është dashuria. Për përjetimin e saj në mënyrën më të bukur, për humbjen e saj. Si e në këto momente me veten tënde? Në këto momente po shijoj, në thojza, do ta thoja, po shijoj se nuk kam gjë më të bukur se sa tjerë çift dhe unë jetën time s'kam qenë asnjëherë vetëm, asnjëherë. Dhe u bëra 5 vjet që jam vetëm. Po e shijoj në kuptimin që po mësohem dhe po mësohem që të shoh më të bukurat në jetën time ose në ato që më ofron jeta, edhe ti shijoj. Kështu që njeriu mësohet. Mëso ka dhe me humbjen, pra koha është ajo... Dhe ishte e vërtet humbje shumë e madhe për mua. Koha është vërtet e pandalshme, ecën dhe... Dhe jo vetëm koha, po është dhe jeta që të ofron gjëra. Unë i kam trajtuar këto te poema e mungesës, sepse jeta, kur në afron një dërime, ti e më rahat, ose kur të ofron vështirësi, kur të ofron gëzime, ti gjithmonë në raport me njeriu që ke humbur, se mund t'jetë partneri, po mund t'jetë nëna, babai, një njeri i shtrenjtë, një mik i shtrenjtë. Dhe në këtë rast, kur jeta të ofron këto gëzime, njeriu është i dëzuar dhe mundohet t'i gëzoj këto gjëra me pikatore. Ky është gabimi më i madh. Unë nuk i gëzoj më me pikatore. Nga frika e gjykimit të tjerëve, ja ta zëm se nuk ekziston frika e gjykimit tjetrit, po nga frika e gjykimit të vetes, që i bën ti vetes, që ai njeri nuk jeton më dhe ti tani po kënaqesh. Dhe kjo me pikatore na ndalon ne që të gëzojmë jetën tonë. Unë e kam trurin shumë të lirë në këtë drejtim, kështu që gëzimet që më sjell jeta i shijoj deri në fund. Mirë, faleminderit që na jep edhe ne në një leksion, sepse ndonjëherë humbasim. Ka momente që humbim diçka, fitojmë diçka, humbet njeriu në ndjesitë e veta, në pamundësinë, siç e the dhe ti, për t'i shijuar deri në fund ato që t'i jepen. Kështu që është gjithmonë një cikë me dy presa, sidomos kur je femër në shoqërinë shqiptare. Kështu që e vlerësoj shumë mendimin tënd. Tani, do të doja që me që mi ke sjell, të mi firmosësh këto libra, sepse ne do të vazhdojmë sërish së bashku, do të jemi në një panel ku do vazhdojmë të flasim për letërsinë, se sot ja kemi dedikuar këtë hapet kështu me rrotullim, këtë emision letërsisë. Po, e hap. Dhe do të flasim gjatë, do të kemi disa miq të tjerë që do të bashkohen këtu në studion tonë bashkë me ne, sepse përgatitemi për panelin e librit, përgatitemi për shumë momente interesante të cilat na çojnë tek letërsia që po na kthehet si luks në fakt në këto kohë të vështira. E the bukur, nuk ka luks më të bukur se sa letërsia. Shumë faleminderit. Mirë, ne do të shkojmë në një hapësirë publicitare, do të rikthehemi në pjesën e dytë me panelin që do të kemi këtu në studio për të folur për letërsi. Mos u largoni.